Presidenti Bajram Begaj së bashku me zonjën e parë Armanda është takuar me presidentin amerikan Donald Trump dhe zonjën e parë Melania Trump gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Takimi u zhvillua në një ambient ceremonial në New York, ku presidenti Begaj dhe çifti Trump realizuan dhe një foto të përbashkët. Në takim u reflektuan lidhjet e hershme dhe të forta ndërmjet dy vendeve. Presidenti shpërndau edhe foton e realizuar në New York me fjalët "Miqësia shqiptaro-amerikane, një lidhje e fortë dhe e pathyeshme, një aleancë historike dhe strategjike". Një bisedë gjatë që u përshkrua si shumëplanshe bashkë me fotot përkatëse, presidenti amerikan pati edhe me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, e cila i ka treguar Trumpit dhe njëherë se vendi i saj mbetet gjithmonë në krah të Shteteve të Bashkuara. Miqësia dhe aleanca me Shtetet e Bashkuara mbetet një boshti i pathyeshëm. Kosova do të jetë gjithmonë në anën e demokracisë, lirisë dhe partneritetit me Shtetet e Bashkuara, sepse pikërisht atyre zemra e lirison, tha Osmani, sipas njoftimit të presidencës. Ajo falenderoi Trumpin për, siç tha, interesimin e veçantë që tregoi rreth rolit të pazvendësueshëm të Amerikës në Kosovë dhe në rajonin ton, si dhe për angazhimin e palodhshëm për paqen. Në Shtetet e Bashkuara ndodhet sa kaq dhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe ministrja në detyrë për punët e jashtme dhe diasporën Donika Gërvalla. Qëndrimi i zyrtarëve të Kosovës në New York vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Washingtonit pësuan një goditje në fillim të këtij muaji, pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan pezullimin e dialogut planifikuar strategjik për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë të Kosovës, që sipas Washingtonit kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë në vend.